Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kura natyrale me vaj ulliri dhe kamomil që po habit edhe mjekët me efektin që ka. Kamomili është një nga bimët që përdoret që nga lashtësia dhe është përdorur për trajtimin e problematikave të ndryshme. Vettë e saj janë të shumta, duke nisur që nga problemet e lëkurës deri te pastrimi i enëve të gjakut. Një studim i ri sugjeron se kamomili mund të parandalojë gjithashtu edhe rritjen e niveleve të sheqerit në gjak. Diçka e tillë do të ndihmonte në parandalimin e komplikacioneve që sjell edhe sëmundja e diabetit. Lulet e kamomilit janë përdorur për çajra qetësues dhe për të luftuar ankthin dhe stresin. Në këtë video, sipas Healthline, do ju sjellim një recetë me 2 përbërës që mund të gjendet fare lehtë edhe në kushtet tuaja të shtëpisë. Gjithashtu, ajo mund të jetë edhe një zgjidhje efektive për trupin tuaj. Vaj me lule kamomili mundet të ndihmojë në sistemin tuaj kardiovaskular dhe të sjellë përfitime unike në dobi të shëndetit tuaj. Ai mund të lehtësojë qarkullimin e gjakut, të pastrojë atë nga ngurtësimi i qelizave dhe të përshpejtojë procesin e oksigjenimit të tij. Por si të përgatisni vajin me lule kamomili në mënyrë që të merrni përfitimet e tyre unike në dobi të organizmit tuaj? Për këtë, mund të përdorni lule të thata të kamomilit, mund t'i bleni në farmaci bimore ose t'i përdorni edhe kamomilët e freskët, të cilët nëse përdorni kamomil të freskët, duhet të këpusni lulet nga pjesa tjetër e bimës. Në një kavanos të madh qelçi, hidhni gjysmë litri vaj ekstra të pastër dhe më pas shtoni 3 deri në 4 lugë gjedhe të plota me lule të kamomilit, ose të thata ose të njoma. Me ndihmën e një luge i përzieni përbërësit në mënyrë që lulet të jenë zhytur plotësisht në vaj. Më pas, mbyllni kavanozin me kapak dhe duhet të vendosni në një vend me dritë. Përbërjen do ta lini kështu për 2 javë në mënyrë që lulet e kamomilit të lëshojnë të gjitha enzimat e tyre dhe gjithashtu ajo të ofrojë edhe përfitimet e kombinuara me vajin e ullirit. Por si të ruani dhe të konsumoni edhe vajin me lule kamomili? Pasi të ketë kaluar 2 javë, kulloni lulet e kamomilit nga vaji dhe hidhni atë në një enë tjetër qelçi. Kjo përbërje duhet të ruhet në një vend të freskët ose në derën e frigoriferit. Këshillohet që të konsumohet një lugë gjelle estëll në mëngjes dhe kështu, përmbajtja tjetër e mbetur të ruhet në frigorifer. Vlerat e saj shëndetësore do ta bëjnë një zgjidhje shumë të mirë për organizmin tuaj. Kamomili është përdorur si ilazh tradicional prej mijëra vitesh, për të qetësuar ankthin, për të qetësuar kështu dhimbjet e barkut. Ai konsiderohet si një bimë e sigurt që të përdoret edhe në shumë kultura. Disa studime kanë treguar se kamomili i përdorur në kombinim me të tjera të bimës mund të ketë efekte të mira shëndetësore. Megjithatë, si në çdo produkt tjetër të kombinuar, është vështirë të thuhet se çfarë përfitime vjen nga secila bimë. Por është parë se kamomili përdoret edhe si një produkt bimor në lehtësimin e shqetësimeve të stomakut, të urthit, të përzierave, të vjellave. Përzierjet me kamomil mund të ndihmojnë gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve të barkut. Shpëlarja e gojës me kamomil mund të lehtësojë problemet e vogla të shkaktuar nga trajtimet. Disa ulëntime tregojnë se kamomili ndihmon edhe në raste të tjera, si për shembull kur bëhet fjala për diarren, hemoroidet, probleme të ndryshme të ankthit dhe pagjumsinë. Kur përdoren në lëkurë, kamomili mund të ndihmojë në qetësimin e acarimeve të lëkurës dhe në shërimin dhe lehtësimin e problemeve të tyre. Disa studime kanë dokumentuar se ai mund të jetë aq efektiv edhe në hidratimin edhe kundër problemit të ekzemave. Lulet e kamomilit janë një përbërës i zakonshëm për çajra. Ato janë përdorur edhe si aromatarizues në ushqime të tjera dhe në pije. Por cilat janë dëmet e marrjes së gabuar të tij? Shumica e ekspertëve thonë se kamomili është një produkt i sigurt që mund të kombinohet në forma të ndryshme për shëndetin tuaj. Ai gjithashtu, nëse përdoret në doza të larta, mund të shkaktojë marramendje dhe në doza të mëdha të vjella. Kamomili ka potencialin për të shkaktuar reaksione alergjike të njerëzit që janë alergjik ndaj bimëve të ngjashme me kamomilin.
që bën pjesë në familjen e margaritave dhe reagimeve të tilla shumë të rralla. Bëni kontrolle tek mjeku përpara se të përdorni kamomilje nëse vuani nga probleme të ndryshme shëndetësore, për të evituar kështu edhe gabimet në përdorim. Gjithmonë përpara se ta përdorni atë në mënyrë të reduktuar për të evituar komplikacionet. Çaji i kamomilit është përdorur prej kohësh në trajtimin e problemeve të pagjumësisë dhe në lehtësimin e shqetësimeve të saj, në zbutjen e problemeve të lëkurës dhe gjithashtu sjelljen e rezultateve mjaft të mira ushqyese. Kamomili ka veti që ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së gjumit, të humorit, gjithashtu mbështesin edhe shëndetin tuaj të kockave. Ai ndihmon edhe në shqetësimet tuaja të pagjumësisë, duke siguruar kështu një mbrojtje më të mirë. Çaji i kamomilit është të përdorur prej kohësh në trajtimin e pagjumësisë, kjo për shkak se kamomili përmban apigenin, e cila është një flavonoid. Flavonoidet janë kimikate që ju japin bimëve ngjyrën e kuqe me bollëk të antioksidantëve dhe ndihmojnë në trupin të luftojnë antioksidantët. Gjithashtu, kamomili është një bimë shumë efektive për shëndetin tuaj, pasi mbi të gjitha do të ndihmojë edhe në shëndetin tuaj të kockave. Fal elementeve ushqyes të cilat i përmban me shumicë, kamomili mund të kthehet në një aleat të mirë të organizmit tuaj, duke ndikuar drejt për së drejti kështu edhe në shëndetin tuaj të nyjeve, duke sjellë rezultate më të mira ushqyese dhe duke parandaluar kështu edhe komplikacionet e tyre. Çaji i kamomilit është i mirë për shëndetin e kockave, sepse flavonoidet në kamomil ndihmojnë në kocka të riparohen dhe të ripërtërihen më mirë, duke ofruar kështu përfitime më të mira shëndetësore për to. Gjithashtu, kamomili mund të ndihmojë në rregullimin e efekteve të shëndetit të ndërtimit të kockave. Ky zbulim mund të jetë veçanërisht i rëndësishëm edhe për gratë, të cilat janë të prirur randjeshëm ndaj problemeve të kockave siç është edhe osteoporoza, të cilat vinë dhe theksohen më shumë pas kalimit në menopauzë. Ai redukton estrogenin dhe humbjen e kockave. Lehtëson dhimbjet tuaja menstruale dhe mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit në parandalimin e këtyre problemeve. Deri në 93% e grave mund të përjetojnë në dhimbje menstruale gjatë fazave të ndryshme, sidomos pas menopauzës. Megjithatë, kamomili është shumë më i mirë se energjiku dhe barishtet e tjera. Struktura elementeve ushqyes të saj do ta bëjnë gjithashtu një zgjidhje shumë të mirë për personat që kanë vazhdimisht, sidomos gratë, shqetësime të menopauzës. Kamomili ndihmon edhe në gjendjen tuaj duke lehtësuar shqetësimet tuaja të ankthit. Kamomili është i mirë për ankthin, kryesisht edhe për shkak të efekteve të tij të simptomave të gjendjes që i lehtëson ndjeshëm, duke siguruar gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë imunitare, duke përmirësuar gjumin, duke relaksuar muskujt, duke ulur presionin e gjakut, duke mëndësuar kështu një sistem më të mirë imunitar. Përfshirja e kamomilit në dietën tuaj do ju ndihmojë të jeni më të relaksuar në situata stresuese dhe të përmirësojë gjithashtu gjendjen tuaj të ankthit, e cila mund të krijojë komplikacione në jetën tuaj të përditshme. Kamomili ndihmon drejt për së drejti në sistemin tuaj nervor. Një studim i zhvilluar nga kërkuesi shkencor të Universitetit të Pensilvanisë ka konfirmuar se kamomili është në gjendje të ulën nivelin e ankthit tek personat e prekur prej tij, duke siguruar kështu një mbrojtje më të mirë imunitare. Së dyti, ai parandalon edhe shqetësime të aparatit tuaj tretës. Ekstraktet e kamomilit mund të ndihmojnë në reduktimin e ulçrave dhe dhimbjeve të stomakut, si dhe të lehtësojnë gjithashtu edhe zorët e irrituara. Edhe pse ekspertët e cilësojnë atë si një zgjidhje mjaft të mirë, duhet ta përdorni gjithmonë me kujdes dhe në vëmendjen e duhur të mjekut, për të evituar kështu gabimet që mund të bëni në përdorim. Është e rëndësishme që përpara përdorimit të konsultoheni me mjekun tuaj për dozat dhe mënyrat e përdorimit të cilat janë të vlefshme vetëm për ju. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.